Ishte natë, do të ketë qenë ora 3 mëngjesit, kur më dërgojnë një link ku thoshte Armir Gjeçi, madje unë lexova Gjeci, lexova si italisht, komandant i karabinierëve në Torino. E keni parasysh që na ka hyrë frika nga këto linqe, sidomos në Shqipëri, që ti klikon ata të hakerojnë direkt dhe nuk e klikova. Kur të nesmen pash që ishte lajm kudo, më erdhi natë, ishte linku i dur. Gjithsesi e bëm lajmin, e pash që krenaria që ndjenin komentuesit shqiptar ishte jashtëzakonshme dhe një pjesë thoshin, edhe ku është bërë aty që ka dhe racizëm, se tani nuk e ti do ta pyes më pas, ka apo s'ka. Kështu që ndjeva dëshirën ta ftoj në dritare dhe kam kënaqësinë që ta prezantoj tani në dritare. Është Armir Gjeçi, kënaqësi që keni pranuar ftesën për Shqip. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit kapiten. Faleminderit juve. Po, kapiten. Ju tani jeni nga Zyra? Po, tash jam nga Zyra, jam në orar pune, që normalisht po janë punë zyrë kryej gjithë funksionet e mia, edhe jemi në lidhje drejt për drejt, domethënë nga. Kështu që po pati probleme ju e ndërprisni. Po pati probleme aty e ndërprisni, puna e para. Fatkeqësisht po. Kështu që unë do t'i bëj shpejt e shpejt. Shpresoj mos ketë probleme, Urojmë. Çfarë zone është aty? Do filloj njëherë me faktin çfarë zone drejtoni ju dhe pastaj karriera juaj dhe mosdorëzimi juaj në çdo sfidë është fantastik. Nuk di. Bravo. Faleminderit për shembullin. Faleminderit juve për fjalët kaq të bukura. Atëherë këtu jemi në Ivrea. Ivrea është një zonë afër Torinos, është një qytet afër Torinos me gati 25.000 banor. Edhe unë komandoj kompaninë e Ivreas. Kompania e Ivreas ka 14 reparte të karabinierëve, 14 stacione. Edhe domethënë është një territor shumë i gjerë, shumë i madh. Edhe kam një javë që kam këtë detyrë të re. Një javë që drejtoni, kur, do thënë, si funksionon aty, është surprizë, emërohesh, apo janë shkallë, si ndodh? Sepse për të gjithë ata që komentonin, thoshin, wow, ishte shumë e habi, po flas për ata që jetonin në Itali dhe e njihnin zonën. Jo, thjesht është si shta përpara, domethënë ndjek shkallë edhe përpara kam qenë në komandën e njësisë hetimore të Torinos për 2 vjet. Edhe përpara akoma kam qenë Alcamo, kam komanduar njësinë operative dhe të ndërhyrjes shpejt të Alcamos në Sicili, në Trapanik. Armir, po ju jeni shumë eri, ju jeni 94. Kur i keni bërë gjithë të gjëra? 94. Jam 31 vjet, po. Po sepse në vitin kam marrë në Itali, në fakt ku kam qenë 6 vjeç. Kështu që shqyr nuk e kam humbur gjuhën shqipe, sepse prindit e mi më kam folë gjithmonë shqip. Plus gjithë shkollat i kam kryer këtu, në Itali. Edhe me studimet, kur mbarova gjimnazin, isha dëshirë që të bësha karabinier, pavarësisht të gradës. Mund ta shpjegojmë dot këtë dhe qëndrojmë në regjia, të lutem, qëndrojmë bashkë me Armirin. Pa foto, se dhe në foto njëjti është. Armiri nuk ndryshon fare nga fotoja, edhe live në foto. Mund ta shpjegojmë këtë dëshirën, sepse ju jeni një fëmijë që i lindur në 94, nuk e di sa vjeç ishit ju në 97 në Durrës, kur familja iku. Mos ka ndonjë lidhje me atë periudhën e tmerrshme dëshira juaj për të bërë karabinier apo jo? Jo, familja ime detyrua të emigrote për arsye ekonomike, si gjithë familjet, pothuajse gjithë familjet e Shqipërisë. Në fakt unë kam nejtur në Shqipëri, kur ato erdhën në Itali në 98-ën, jo në 97-ën, po në vitin 98. Edhe nejta 2 vjet me gjyshrit e mi. Kam nejtur atje sepse prindit nuk dojshin që domethënë të jetojsha sakrificat e emigrimit kaq i vogël. Pastaj ndoqa, edhe pata fat që qellova në një ambient në Pasiano di Pordenone, ku u transferuam familjarisht në Pordenone, në provincën e Pordenones në veritë italisht. Pata fat që
qellova me njerëz shumë të mirë si nga ana e shkollës, si dhe nga ana e miqve, domethënë të shokëve, njerëz autokton normalisht, jo vetëm shqiptar. Edhe aty avash vendosa të ndisha këtë rrugë, sepse ishe dëshira ime më e madhe ishte që të ndihmojsha njerëzit, të ndihmojsha pavarësisht shqiptar, italian, të gjithë. Edhe të isha karabinier, sidomos për uniformën që veshin karabinierët, ishte ëndër. Ishte ëndër sepse karabinieri ishte për mua një shembull respektimit ligjit, një shembull drejtësie. Edhe aty pastaj doli gati si një punë fiksimi që kisha, edhe ndoqa këtë rrugë. Fitova konkursin në vitin 2014, kam fituar konkursin si inspektor. Do me thënë, ju shprehe dëshira u bë urdhër për armirin dhe i vazhduat. Ju futët rrugës të patë dilema. Jo, dëshira u bë urdhër sepse nga kokëforcia u bë urdhër. U bë urdhër nga kokëforcia dhe nga mosdorëzimi. Sepse kjo ishte dëshira ime më e fortë, edhe do bëjsha çmos që t'i arrisha objektivit. I tregojnë pak të shkallët e mosdorëzimit, sepse ju patët goxha sfida, praktikisht të humbura, dhe vazhduat. Mund t'i tregojnë të gjitha, sepse janë fantastike, i lexoja dhe nuk mbesoj, si vazhdonit ju? Atëherë, në radhë të parë, unë, si thash përpara, provova konkursin për herë të parë, edhe nuk e fitova konkursin për oficer në vitin 2013. Ka qenë konkursi i parë që kam provuar. Domethënë, ta mbarova shkollën, ta mbarova gjimnazin, liceu klasiku quhet në Itali. Provova konkursin edhe arrita në vendin 81. Kundrejt 60 vendeve që mund të ishin për konkursin. Edhe nga aty pastaj nuk isha çfarë të bëjsha, domethënë do e provojsha, po duhet kalote një vit që ta provojsha konkursin tjetër. Dhe atëherë, duke pasur edhe, domethënë duke mos dash me nejt dorë në dorë, atëherë shkova dhe punova në një fabrikë druni. Që të paktën të marrësha studimet edhe të vazhdojsha mësimet për konkurset e tjera. Gjatë atij vitit përgatita konkursin për inspektor, jo vetëm për oficer, edhe e fitova në vitin 2014. Në shtator të vitit 2014 u nisa tek shkolla e marshallëve në Velletri. Aty bëra një vit shkollë, edhe gjatë atij vitit provova për herë të tretë konkursin për me u bë. Mund të pyes, nuk mendoj që këta fitojnë italianët, është e vështirë, kot që ta vazhdoj. Çfarë kishit ju në mendje kur e provonit prap? Jo, unë kisha në mendje tash, kokëfortin edhe dojta. Jo, atëherë, unë kam gjithmonë fjalët e babit tim që janë fjalë që gjithmonë kanë drejtuar gjatë jetës time. Duhet bësh punën që ke dëshirë të bësh. Edhe duhet sakrifikosh, duhet arrish atje ku unë nuk kam arrit. Edhe, domethënë me këto fjalë unë kokëforcia ime më pruri që të arrisha deri ky nivel. Konkursi ishte i vështirë, kishte shumë njerëz që konkuronin. Konkursi është shumë i vështirë. Atëherë, në vitin 2014, kur fitova konkursin për marshall, domethënë për inspektor, ishim pothuajse gati 60.000 aplikime. Wow. Edhe kurse për konkursin për oficer ishin rreth 10.000-15.000 aplikime. Por ishin vetëm 40 vende në konkurs. Vetëm për 40 vende bëhe gjitha. Vetëm për 40 vende. Italian të gjithë, më falë që vazhdoj pyes, po. Po, të gjithë italian. Edhe unë italian jam. Italian dhe jeti tani, nuk... Jo, në qoftë se nuk je qytetar italian, nuk mund t'i bësh konkurs. Po, origjinën e kam jam krenar që them që jam me origjinë shqiptare, edhe i maj kontaktet në Shqipëri, shkoj çdo vit në Shqipëri, kështu që...
Pse vjen në Durrës, është toka ime, është toka ime. Është toka dhe deti. Toka, deti, gjithase. Ti je dursak? Në Durrës, kështu që Familja është dursake apo? familja është dursake, po. Dursak. Ju çunat dhe gocat e Durrësit, se ç'keni? Këmbgulje, deti të bën. Dhe pastaj ju vazhdoni. Kemi në 2017-ën, 2015-2017, ju frekuentoni Akademinë Ushtarake të Moderas. Po, në Modena. Akademia Ushtarake zgjat 2 vjet, plus pastaj janë edhe 3 vjet të tjera në Rom, që është shkolla e aplikimit të oficerave, shkolla e oficerave në Rom. Pastaj më dërguan në shërbim në vitin 2020, nga viti 2020 deri në vitin 2022 si komandant plotoni në shkollën e karabinjerëve, më thënë shkollën ku përgatiten karabinjerët e ri, në Taranto, që në jug të Italisë, gati afër Shqipërisë. Po. Edhe atje njëta 2 vjet, edhe kam, si thash përpara, kam formuar karabinjerët me gradat të fillestar. Nga viti 2022 deri në gusht të 2023-shin u taktova si komandant i njësisë operative dhe radiomobile quhet ose ndërhyrja shpejt në Ashkamon, në provincën e Trapanit. Edhe aty, domethënë, kontekst jo i thjesht, por si thash përpara, në qoftë se bën punën që të pëlqen, i bie që nuk punon as një minutë në jetën tënde, kështu që nuk e kam ndier lodhin.